Blegtorin nga Vitomërica nuk e ka të vështirë shitjen e vishave. Nga fillimi i marrjes me këtë veprimtari bashkëpunon ngushtë me Elkos Group, kurse shitja në kohë të duhur eviton shpenzimet pasuese që vijnë nga mungesa e tregut. Elkos Group me rrjeta tregtare të TTC-s është si themi operatori furnizues tregtar në Kosovë numër 1. Është një prej segmenteve shumë të rëndësishme për konsumatorin edhe furnizimi me mish. Gjithsesi, furnizimi me mish të freskët të na është diçka shumë që punohet me kujdes, që të kemi një siguri të lartë për konsumatorin. Me produsit bujqësor, produsit vendor, blegtarët vendor, punojmë që nga fillimi, jemi shumë të kënaqur me cilësinë dhe cilësinë e tyre, ta janë shumë përkushtuar për punën e tyre. Dhe ka e keni kanalet apo rrjetin furnizues? Kryesisht e kemi vendor, mirë po pasi që nuk ka sasi të mjaftueshme vendor, atëherë furnizohem edhe në region dhe nga shtetet e jashtme. Ka bish të mjaftuar Kosova apo nuk ka? Apo sa keni informacione që nga prodhimtaria vendore që mund të përmbush kërkesat furnizuese të Elkos? Nga prodhimtaria vendore, në bazë statistikave që kemi ne, prodhimi vendor plotëson vetëm 10% kërkesës, që do të thonë nuk është të mjaftueshme. Jemi duke folë vetëm për mish gjellë. Janë raportet nga tereni që flasin që është veprimtari e levërdishme, ndërkaq niveli qendror nuk e stimulon këtë. Do të thotë ende Kosova nuk është e fokusuar apo interesimi nuk është për këtë. Ne nga biseda me blegtor, ata nuk janë shumë të përkrahur nga qeveria, ashtu si ata tregojnë, kështu që një përkrahje më e mirë kishte më qenë shumë me interes, si për ne, si për blegtorët, besoj edhe për shtetin përgjithësi. Cilat janë periudhat që thonë që dallon periudha e furnizimit gjatë verës edhe dimit? Si shkon kjo? Periudha që është kërkesa më e madhe, do të thonë është 2 muajt e verës, korrik gusht, kur vinë bashkëdhetarët tanë në pushim, dhe dimrit, muaj dhjetor. Këta 3 muaj do të thonë është kërkesa shumë e madhe, po nuk është e mjaftueshme në kjo furnizim që bëhet nga blegtorët vendor. Çmimet krahasu me vitin e kaluar, a janë me të ulta apo me të larta për momentin? Për momentin çmimet janë më të larta, pasi që mishi është çmimi i berzës dhe në berzë ka një ngritje të çmimit të mishit, kështu që ka ndikuar edhe në vend me ngritje. Kjo është e mirë për blegtorët, po nëse nuk kanë ndonjë stimulim shtesë, ka paksa kanë mbetur mbrapa në region. E furnizimin e keni nga brenda dhe nga jashtë. Nga brenda dhe nga jashtë. A më shumë kushton një viç i bler pazëm në Vojvodin apo këtu në Kosovë? Çmimi kur e krahasoj me cilësi, do të thonë çmimi më i lirë është jashtë vendit, sepse Cilat janë faktorë që tregojnë pse është jashtë vendit? Natyrisht që atje më lirë është interesant, ndërkaq transporti është. Kosto e transportit e rrit çmimin sigurisht. Mirë po përqindja e mishit që kanë atje mbas të ushqimit që kanë më të mirë, kanë më të bollshëm, atëherë pesha si pesh, rritja ku arritjes është më shkurt dhe levërdis që ta shesin edhe me lirë. Dhe natyrisht blegtorët atje, pronarët e fermave kanë favore që i gëzojnë më shumë nga shteti. Sigurisht. Ndoshta kanë subvencione, benefite më të larta dhe për atë arsye ata janë të kënaqur edhe me një çmim më të lirë për ta shitur, që të qarkullojnë dhe të kenë çdo ditë të shtojnë numrin e krerëve dhe të arrisin fermën e tyre. Ka këtu farmeri e ka naften si për Mercedes, si për traktor. Po, mund të themi ashtu, nuk ka ndonjë ndihmë nga shteti në naftë, në farna, në ajo besoj që ndikon shumë. Edhe në çmim, edhe në kuantitet, edhe. A ka menduar Elkosi një farforme ta lidh farmerin e Kosovës me dyqanet me Elkosin me ndonjë favor, pazem me ndonjë lehtësim, kredis apo diçka që ta lidh? Ne jemi gjithnjë duke kërkuar mundësi se si ky furnizim krejtësisht të kryhet brenda vendit. Do të thotë që stimulimi nga shteti dhe ndihma jonë për shitje
të bashkëdyzohen dhe blegtorët të prodhojnë gjithnjë më shumë dhe kërkesa jonë të plotësohet nga prodhimi vendor. Mos kemi nevojë fare të blejmë nga vende tjera në region apo edhe nga në Evropë. Në Kosovën e Gishta numërohen blegtorët si gjafejet të cilët në fermat e tyre ka numër aq të madh viçash. Kështu sasitë më të mëdha të viçave për therrje dhe të produkteve të mishit vijnë nga importet. Nga resurset vendore në vendin tonë, aktualisht prodhohen sasitë e mishit në vlerë 10 milion euro, kurse importet vjetore të mishit kapin shumën 253 milion euro. Ky disbalans ose dallim i madh i importeve dhe prodhimit vendor detyron operatorët të ndryshëm që të furnizohen me lënë të parë nga vendet që qarkojnë Kosovën dhe më larg.